Klodit dhe Benitës duket se po ndryshon gjithçka. Pas disa ditësh bisedash, shikimesh të dyzuara dhe tensionesh të vogla, ata afrohen pranë njëri tjetrit në një mënyrë që nuk mund të mbetet pa u vënë re. Atmosfera është qetësuar për një çast, zhurmat dhe diskutimet e mëparshme duket se kanë pushuar dhe gjithçka përqendrohet te ky çift i ri. Klodit i duket se ka ardhur koha për të treguar ndjenjat e tij të vërteta. Ai shikon Benitën me vëmendje dhe buzëqesh, një buzëqeshje e qetë, e sinqertë, që tregon më shumë se fjalët. Pa folur shumë, ai i afrohet dhe e puth. Puthja është e ngadalë, e kuptueshme dhe e mbushur me emocione të pathëna. Ndërkohë që ndodh ky moment, Klodi i thot Benitës se ka ndjenja të forta për të dhe se e do atë. Fjalët e tij janë të qarta dhe të sinqerta, ai nuk lë vend për dyshime. Benita e ndjen këtë dhe zemra i rreh më shpejt, ndërsa një buzëqeshje e lehtë shfaqet në fytyrën e saj. Ajo kupton se ndjenjat që kishte për Klodin janë të ndërsjella dhe ky moment i shpreh më shumë se sa kishte guxuar të tregonte deri tani. Por ndërsa ky moment i ngrohtë dhe i sinqert po ndodh, sytë e Elionës ndalojnë mbi ta. Ajo sheh puthjen dhe ndjen një shpërthim emocioni. Fytyra i ndryshon menjëherë, emocionet e saj kalojnë nga trishtimi te shgënjimi dhe tek zemërimi. Pa folur asgjë, ajo largohet nga vendi, duke lënë pas një ndjenjë mërzie dhe xhelozie që duket qartë në çdo lëvizje të saj. Klodit dhe Benitës u shkon mendja për Elionën për një moment, por ata mbeten të fokusuar tek ndjenjat e tyre. Heshtja që e ndan shtëpinë për disa sekonda tregon fuqinë e emocioneve që po ndodhin. Puthja dhe fjalët e Klodit kanë krijuar një tension të madh në ajër, dhe emocionet janë të dukshme edhe për banorët e tjerë që ndodhen pranë. Benita e ndjen afërsinë dhe sinqeritetin e Klodit, duke u ndjerë e sigurt dhe e mbrojtur, ndërsa Klodi duket i qetë, por i emocionuar brenda. Ata vazhdojnë të qëndrojnë pranë njëri tjetrit, duke folur pak, por me ndjenja të thellë. Lla që shfaqen në shikime dhe gjeste. Ky moment është një kombinim i ndjenjave të lumturisë, pasigurisë dhe tensionit që shkakton shgënjimi i Elionës. Largoja e Elionës shton një tension të brendshëm, sepse tani marrëdhënia e Klodit dhe Benitës nuk është më vetëm mes tyre, ajo ka një efekt mbi të tjerët. Banorët e tjerë ndjejnë këtë tension dhe disa shikojnë me kuriozitet, të tjerë me habi dhe disa me shqetësim, duke kuptuar se momenti do të ndikojë në dinamikën e shtëpisë për ditët e ardhshme. Për disa minuta, Klodi dhe Benita qëndrojnë pranë njëri tjetrit, duke folur ngadalë, duke ndarë emocionet dhe duke u përpjekur të kuptojnë se çfarë ndjenjat e tyre do të thonë për të ardhmen. Ky moment është i ngarkuar me tension emocional, përzierje lumturie dhe pasigurie, dhe shfaq ndjenjat e tyre të pathëna në një mënyrë që mbështjell çdo pjesë të ambientit. Në fund, momenti i puthjes dhe i shprehjes së ndjenjave tregon një kthes të rëndësishme për marrëdhënien e tyre. Benita lidhet më